Zoti kryetar, ju keni qenë në një prej bashkëpunëtorëve më të ngushtë të Blerim Kuçit. Dhe ju keni qenë një tandem, do thosha kështu, qoftë në politikë, qoftë në miqësi, shoqëri e tjera. Do shta do të më thuash që mund ta pyetni Blerimin. Jo. Në rastin e parë që do të kemi mundësi me pas në emision edhe Blerimin, normalisht do ta pyesim, por pyetja jeme drejtohet për juve. Çfarë ndodhi që Blerim Kuçi u largu nga aktiviteti politik në brenda partisë suaj dhe kaloi sërish u kthy në Lidhjen Demokratike të Kosovës? A kishte interesa personale apo ndonjë farë mosmarrëveshje me ju? Jo, s'kem pas mosmarrëveshje. Me Blerim Kuçi kena rrugtuar plot 27 vite bashkë, për para luftës, gjatë luftës apo pas luftës. Demokraci jemi, mendimi ndrysh respektohet. U pam në homazhe pas një problem. U pam në një vend caktuar në Samandraç, se kemi asnjë problem. Mina kon shok, kemi politika, familje, vllaznia, njëri me një parti, tjetri me një parti, bën maki gratë tona shkojnë parti tjera, në tjera, se kemi atë problem. Demokracia këto punë, pas s'kem pas problem, asnjëherë s'kem problem. As s'kem me pas problem. Aspektin Kryetar, e vrej që ju po tentoni të relativizoni pak këto, po... Jo, unë s'kom pas asnjëherë. është një diçka që na ka befasu, drejtën me thënë, në opinionin që të nësuar Pse? Na ka befasu, për shembull, si mund të ndodhë, për shembull, që me dal një kundërshtar në politikë dhe me tentu me... Se kom pas kundërshtar, vetëm ka shku pak me ndimu me ngrit lidhën pak më lart, që të ka pas qëllim, jo diçka tjetër. Më kon gara pak më interesant. Jo më kon dallimi shumë i Eurostatit i madh. Aty jo kon qëllimi.